Po, njeriu tëndë do vit, punoj, bën se ku punon, ikën të dëmëton, po mirë jepi 5 lek, kur të vit 2-3 herë. Jo, qartë, po do të thënë në një moment të vështirë. Edhe këto mësohen, edhe herë, 2 herë në 4-5 ekipo ka dera aty. S'doni fisin me llaf. Nuk e doni fisin me llaf. Jo, e du, kushta që se duhem. Që cili në fund vetë, në sfaz vetë, se cili habitatin e vetë. Kjo është kur ti ke biznes, apo jo? Normal. Po nëse je drejtor drejtorie në një... Nëse je drejtor drejtorie në një ministri, kë do merrje? Kuptohet se njeriu tënd. Po pse kështu? Apo shtetit të varja? Sepse, jo varja shtetit, po si? Në shtet gjërat janë më ndryshe se sa tek privati. Po pse janë më ndryshe? Po tek privati do paguash, jo taksa, detyrime, do paguash. Po dhe në shtet do i paguash, apo si paguti? Ja, se ai ma shteti vetë. E marrë vesh. Do më thënë, ti pranon të dëmtohet shteti, po kur është prona jote, jo. Prona shtetit, po. Ato po e dëmtojnë shtetin në mënyrat më ndryshme, jo. Po ja, po e dëmtojnë ti në këtë mënyrë, do më thënë. Kur them ti se kam e ty, po. Do më thënë, duke menduar gjithë shu, e më varja shteti, qa preti nga shtetet e tërë? Edhe shteti u arras gjithë. Jo, në qartë që kështu të vazhdojmë. Mirë më zemë. Në shtet, njerëzit bëjnë si kur punojnë dhe shteti bëjnë si kur i paguajnë. Do të thënë, është pak një lloj amoraliteti, apo jo? Pa normal. Nga i cik. E kuptoj. Kjo kështu. Mirë, shoku.